më afër se kur realizimit të një ëndre shekullore të shqiptarëve. Natyrisht Bashkimi Evropian nuk ekzistonte kur rilindasit tanë donin ta drejtonin vështrimin e popullit dhe të kombit ton nga perëndimi, nga Europa, por na infrashri e la të shkruar amanetin e tij për të gjithë brezat më pas, amanet që sot është në duar tona. Po ndryshe nga brezat më pas, ne nuk kemi vetëm amanetin në duar, po kemi në duar tona edhe mundësinë e madhe që me duar tona ta ngrem Shqipërinë në krah dhe ta vendosim në atë maj ku e donë të na infrashri, ku e donë rilindasin, ku e donë të gjithë ata që e deshën Shqipërinë të lirë, të pavarur, por atje ku si thot Naimi, dielli lind ku perëndon, me syt dhe me vështrimin nga perëndimi. Dhe natyrisht që sot ne jemi më pranë se kur Bashkimin Evropian.